Motivet pra të kryengritjes sonë paqësore janë të shumta, por ka dhe një motiv tjetër jashtëzakonisht thelbësor në rrafshin moral. Është një periudhë në të cilën puthadorët e qeverisë, altoparlantët e saj, bëjnë gjithçka që për të mbuluar aktet antiligjore, antikombëtare të qeverisë Edi Ramës janë hedhur në sulm të shfrenuar kundër opozitës. Ndaj dhe qytetarë që duhet të ngrihemi kundër kësaj mafje që shpif, trillon dhe manipulon nga mëngjesi gjerë në darkë kundra interesave tuaja dhe mbron interesat e patronit të vetë Edi Ramës. Duhet të ngrihemi kundër atyre që bëjnë gjithçka tu dekurajojnë kundër puthadorëve të qeverisë, që mbushin studiot kundër protestave tuaja, që jeni sot zëri vetëm i ndërgjegjes kombëtare në Shqipëri, në Europë dhe në botë. Sot shqiptarët kanë fjalën e tyre. Sot është ditë e tyre. Kryengritja jonë paqësore nuk ndalon gjerën përmbushje misionit ton të plot për mbysjen e narkoregjimit të Edi Ramës.